Kanë kaluar më shumë se 3 javë nga përmbytjet e shkaktuara nga dalja e lumit Vjos nga shtrati, por gjurmët e saj ende janë të dukshme në Ferras, ku plot 120 familje u përmbytën. 10 familje ende janë në proces rikuperimi, ndërsa dëmet mbeten të konsiderueshme jo vetëm në orendi shtëpiake, pajisje elektroshtëpiake, por edhe në dëmet strukturore në banesa, pa llogaritur dëmet e shumta në të mbjella. Po flem mes lagështirës, thon banorët duke rrezikuar shëndetin. Po s'ka një krevat flen janë aja çaj interesojmë. As dyshe ka skrevatës. 20 ditë pa afron mua, jo 20 ditë. Ne që kemi qenë, ne jemi. Hyrja është dilë brenda, që bërë me vas, tire bëj thas. Këto janë punë, tim thona. Jetoni mes lagështirës? Lagështirën, mykë drejtë që i tanë, tërë gjerët. Që të bëjmë? Ja, këto janë. As një ndim nuk keni marrë? Po që ndime? Ata të përrinjën se skrip. Që skriposeshim, jo në një tjetër. Jetojmë në lagështi. Muri është komplet i njëm, deri te prize e korrenti. Unë, nëna e flë me 2 herë hapët, dritare hapët, se t'jene ra, lagështi e gjatë. Dollapti kam hapët, njëri ka ikur shkoj të shesh, divan të shesh. As një gjithë ka marrë, unë i lutem shtetit, jo që këto mu shkatëruan. Unë e kam problem me kanali. Si a ke bërë në këto 20 ditë, ku po fle? Ja, shikoj. Ka lagështi? Lagështi dynjan, më ka marrë gjunjët, atë njëte ma thu lendo. Banorët thonë se verifikimi i dëmeve është bërë, por ndihen mosbesues në përfitimin e një dëmshpërblimi të shpejtë. Pasi vetëm disa ditë më parë është bërë pagesa e plotë e dëmshpërblimeve të përmbytjeve të vitit 2021. Do marrim. Nuk besoni se do merrni? Jo, japin ja, për mërëm shpërndam para. Na dhanë ato të 2017. Pas kaq vitesh? Po këto kur mendoni se mund t'i merrni? Kur duan, bank i kemi ne. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndihmë konkrete nga shteti, pasi 20 ditë pas përmbytjes së pazakontë ndihen të braktisur në fatin e tyre.